Mu ka paraqit sikur një dritë do me thonë që kemi vizituar atë shajt. Gani Sinani nga Hajvalia e Prishtinës është njëri prej haxhilerëve nga Kosova, që nesër do të nisë rrugtimin drejt vendeve të shenjta për ta kryer haxhin. Sinani po e përjeton në maksimum çdo çast në prag të nisjes për në vendet e shenjta. Ai madje ka edhe një fragment të jetë interesant që e lidh me haxhin. Taravit e para kur kemi pas, mu ka pikërisht në këtë xhami. Mu ka ndru, mu ka paraqit sikur një dritë do me thonë që kemi vizituar atë shajt. Edhe prej ati momentin e kom di që do veton, unë e vesh dita se atje kom shku. U kanë shumë interesant. Kështu që e kena një vetë do me thonë, unë shumë një vetë do me thonë, falënderoj Allahut do me thonë që na ka mundësu, po e një vetën krenar për këtë punë. Ai thotë se ndihet i privilegjuar që po i mundësohet të kryej haxhin. Falënderoj Allahut që ma ka mundësu mas pari ymër që na ka dhënë shnetën edhe mjetën materiale me vizituar vend shajt. Edhe njëna shumë i privilegjuar, shumë i kënaqur, do me thonë se ti e ceke ma herët që shumë kanë ndru, mirë po shkaqe dikush shëndetësore, dikush materiale, do me thonë, kurset materiale, edhe kanë vdek, e kanë shku me mall me vizituar vend shajt. Po, unë e falenderoj Allahun që ma ka mundësue, ma ka dhënë edhe ymrën, ka dhënë edhe shnetën, edhe mundësinë me vizituar. Sinani thotë se dhe familjarët e tij kanë pasur dëshirë të madhe që të jenë së bashku me të në këtë rrugtim të jetës. Po, me thonë drejtën, pak gruaja mbaron e përjetoj. Do me thonë se edhe ajo ka pas, do me thonë dëshirë, e vllau inshallah Allah e mëson se ai do me thonë ajo është veç punë e krymit që ai veç do me thonë vitet janë pyetje vitet ose viti jashtëm ose tjetër vit që me vizitue atë vend shajt. Albion Gashi ndonë se vetëm 25 vjeçar, thotë se nga familja ka parë të afërmit e tij duke u nisur për haxh, duke bërë atë që ta realizoj këtë ëndër edhe ai sa më parë. Që sa kum pas një gjithë, kum pas një atensionim e kum pas me shku me kry haxhin, se babgjyshin e kam haxhi, migjallarët e babës, babgjyshi i babës kanë qenë haxhi, e sa i kum po ata se kur jam shku në xhami me ta, kum pas qef edhe unë një herë me kry haxhin, me mu ba haxhi, e si vjetë ke kësmet që ashtu erdhë puna edhe inshallah do në shkoj me kry. Albioni thotë se tashmë veç është kapluar nga emocionet të shumta. Ai kujton edhe disa muaj më parë, kur kishte shkuar për umre në vendet e shenjta dhe ishte kapluar fort nga emocionet. Sa jum kom këtu e bëjsha njet atje, e bëjsha mend çka mu lut atje se pranohen lutjet ma let. Po kur shkova atje e posh Mekën, e posh Qabën, vendin e shenjt, për momentin më hupën krejt senet. Edhe nuk disha, adin këto lutjet e këtuit, nuk disha mi shprej atje. Interesant, veç kosh, atë dyqysh u emocionova shumë. Sikurse shtëpia e Albion Gashit, ashtu edhe Gani Sinanit kohëve të fundit është e mbushur me mysafir për të uruar dhe përgëzuar për rrugtimin e tyre drejt vendeve të shenjta. Kam fillu besa që do me thonë që ofër 7 ditë kam fillu do me thonë me ardhë edhe me përhajru haxhin, që unë me të thonë drejtën si kum prita me rvesh mirë, po interesimi edhe gjinja e kanë kuptu që me siguri që kanë edhe ta ndrojnë me shkue, inshallah Allahu ja mundson, është shumë një ndjenjë e mirë që dikush do me thonë e vlerëson si person, po si njëri devotshëm. Haxhilerët nga Kosova kanë rezervuar edhe lutje të shumta për në vendet e shenjta, me shpresën dhe bindjen e plot se ato do të pranohen. Çdo besimtar i lutet Allahut që na i ka dhënë këto të mira, këto begati. Pika e parë. I lutem Allahut që na ka mundësuar me shkue. Shnetet që na ka dhënë, familjar, fëmijë që kemi pas, do me thonë prind mrekullueshëm, po edhe për komunitetin që kemi kalu këtë kohë, do me thonë, unë i falenderoj Allahut edhe me siguri që kena mullu, do me thonë, për çdo për ata që të më thonë nuk irme pejgamberi, shejte, prinde, ata që nuk irme mesin tonë,